Tavë tradicionale me patate dhe speca të mbushur. Për përgatitjen na nevojiten patate, të cilat i kam pastruar nga lëvorja, i kam larë, i prej në pejta të holla dhe i hedhi në një tigan të llojit që nuk gjet. Shtojna speca jeshil, val, mermeza të ndryshme, vigej, biber zi, hudhër të bluar dhe melmeza mishi, vendosim në zjarr dhe i fërgojmë mirë. Në anën tjetër të zjarrit hedhim në një tigan tjetër një qep, i shtojna oriz dhe mish të bluar, e fërgojmë në anën tjetër mbushjen e specave dhe anën tjetër i fërgojmë patatet i kemi fërgu, i hedhim në tavën ku do bëjmë dhe pjekjen. Tash marrim mbushjen, ja shtojmë melmezat, vegejt, biber zi, biber të kuq dhe ja hedhim një vezë. Tash i mbushim specat mirë dhe i vendosim në mes të tavës ku i kemi vendosur patatet. Pasi ti mbushim gjithë specat, marrim salcë tomatësh, i shtojna ujë, përzina masën dhe masën e përgatitur ju hedhim patateve dhe specave të mbushur. Sipër ja vendosim një letër për pjekje, i pjekim temperaturë 220 gradë dhe janë gati për konsum.